do me thonë bidat? Bidat do me thonë risi. Diçka e shtuar në fej. Për shembull, unë e pi ujin me gotë apo me këtë shishën, nuk kanë bidat. Se kjo s'ka të bëjë me fej, kjo ka të bëjë me qef. E pi me gotë, e pi me shishe, veshi kundra, veshi patika. Ama mu përzi në fej, kjo o bidat. Ne jemi duke folë për risit në fej, jo për risit edhe qefat që mund me për shembull sot e kam vesh një fanullë, nesër e ndroj, nuk o bidat. Ama mu përzi në fej, shembull Allahu Gjeleshani ka urdhnu diçka ti, ku e di, duket disi ose shumë rept ose shumë butet, mundohesh që qëfësa rep me zbut pak, ose në qëfësa shumë but me bon pak ma arogancë, ma ekstrem. Kjo në bidat. Me shtu në fej, o kategorikisht ndalum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Hazreti Aisha thot, ka thonë për Islam, ai i cili shton diçka në fej, është e refuzuar. Se cili për nesh, në qoftë se shton diçka në fej, është e refuzuar. Dhe unë ju këshilloj vetën dhe ju që të miremi me fej, nuk ka nevojë mu marrë me bidat. Pse mu marrë? Mjafton feja, mjafton Kurani dhe Suneti. S'kina në kohë sunetin e pejgamberit sa me çon vetë jo, edhe sunetin e bidatin shumë ba. A mund të më shpjegoj se do të thonë ti e këtë shkuptojmë risia në fe dhe risia në jetë. Jo, risit në jetë. Do thonë për shembull kështu po pse nuk hasë me deva. Pasi deni krejt me pasu pejgamberin pse nuk hasë me deva. Çive. Ajo diçka tjetër. Do të thonë ne jemi të folë për obligimet fetare. Në fej, për shembull halali dhe harami, pejgamberi sa më thot el halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halali dhe harami janë çështje të prera. Nuk guxon askush me bë halal dhe me bë haram. Ndërmjet halalit dhe haramit ka disa çështje janë umurun mushtabihat, çështje të dishimta. Edhe sahabët, për shembull Ebu Bekri thot, vallahi duke pas parasysh që kam dishun kët, e kam lanë, edhe pse ka qenë halal. Ne tash si e kam jetën unë, qëfar veture blej, me qëfar lapsi shkruj, si heci, ka cila rrugë shkoj, aja nuk ka të boj me risi, për shembull pse me deve, e ki pa të ne, thonë islamin tradicional me këthi, po islami tradicional, nëse këthejt islami tradicional, du të mu këthi të pejgamberi alayhis salam, që ne qka bëjmë, islami tradicional, do me thonë islami sunetit, i traditës, bash ne, kur pretendojnë ta kthejmë, jo, ata pretendojnë ta kthejnë islamin e bidatit. Kështu i vjen më shqip. Hajde kthejmë te islami para luftës, për shembull, para 50 viteve. Bash çaj islami bidatit. A nëse themi islami tradicional, atëherë hajde kthejmë te pejgamberi sallallahu alaihi dhe te Abu Bekri kështu më radh. Mirë po unë nuk mendoj që duhet ne me hin konflikt me ata që bëjnë bidate, me ata që mundohen me plasu, me spjegu bidatin si punë të vlefshme, unë e prapë kështu thëmë. Hajde ne ta qemë sunetin në vend, vallaj s'kena me pas vakt për me bo bidat. Me sunetin e bëjmë sa ta qemë në vend, nuk shkon menja me bo bidat, se kena mu loth. Se s'kena konduksion shumë sunet me qënë vend, kena mu loth, e për bidat, ama të asë një sunet se qënë vend, mëse ki vakt mu marrë me bidat. Asë një namaz se falë ditë, ki vakt me bo haram. Asë një respekt, asë kujtë si aban. Ki vakt me bo mos respekt. Asë një vizit së morit dhe të ati që ka vdekje nuk e ban. Ki vakt me nejtë në përvende që roditësh edhe habitësh. Dhe me thonë, bidati qëllimi jo, risia në fej, jo risia në jetë, edhe në qefet e kësaj botës janë halal. Po shembull në bajt dasmën kujti, në Peking. Haram, sa haram. Po dhe kam pari, arëgjët, 10 milion euro e bëj Shangaj, bëj New York, po vëllon, Frankfurt, ku e di une, me më të bëj në Blaz, për shembull e bëj. Edhe pse jam pasanik e madh, vërtikic e bëj, nga shpellës atje. Kjo sa bida, kjo në qef, se Zoti mi ka dhënë mundësit, ka mundësi, ama jo me përzim me haram. Ama bidat, me thonë, vallajve, qire me shtu në fej, thonë, valla, 5 namazë janë pak, edhe një dimi shtu, 7 mi. Jo, bidatu ishti të shtu në fej. Ose valla, bolve 5 namazë, a i ba një 3. Edhe kjo, po shembull,
Po në më bon një obligim, kabul, pëse Allah e di, duhet 2 kushte mi plësu. Edhe 3 janë ai sinceriteti. Aja, du më thonë, me e bon për hirtë Allahut, edhe me e bon si e ka bon për nga mire sa. Që ma shqip, që më dhe në falë sabajnë. E ko bon jetë me e falë për hirtë Allahut, subhanut, Allahu ekber, 3 reqat i falë fars. A të bon të kabul? Nuk të bon të kabul. Pëse si ti ke bon një bidat, ti ke bon një risi, e ke shtu një reqat. U kribuna, namaz nuk të bon të kabul. Sa, ti edhe 500 herë, ose 500 reqat e fali. Di. As ma shumë, as ma pak. Di. Pse se Allahu që ka caktu dhe për mësam. Ka këtu, për muhabet se ti, sa do që mundohesh ta bëjsh ma të heshën fejnë, nuk mundohesh se ti krija jo të sabe, suna, sa mundet me krija me konë? Krija me madhe 10 kilo suna, ki po krije 500 kilo, ki po? Ska me krije 500 kilo. Mundesh me mend me e pas. A më që ato që e kam 500 kilo, krijen disi kitë ka e prapa me ndi. Do më krijet madhe, sa do që me madhe krije, sa që? Krije, që me madhe. E tash, qatë krije, edhe që ato mend që ti ka dhënë Allah, ti duesh me shfizu me bon të mira, jo me shtu në fej. Hade, bane be një, ku e ti, hade bane një uj, hade një uj bane. Së në e banë, hadi o. Ha 3 o, qka i vjenë së në? Ha 3 o, Coca-Cola del me siguri. O dhe po, hadi o ujiti. Ne në të folë për hadi o. Feja, po shemëll uji, o hadi o. Feja i stambë o Kurani dhe Suneti. Ti tash mu ma banë, hadi o, ama edhe hadi në vetë ojës bëjën e banë ati. Qka dëllë, ku e di unë, banë patomikë. Po shemë. Varikin. Para si ta mbol del, analgin del. Para qka në fejnë islame, kur të shtojmë ne, atëherë kemi bo bidat. A për ndryshen, qka të dush, shto dhe pakso, nuk prish po.